Të dashur miq, selam aleikum. Sot është data 20 dhjetori vitit 2025. Kërkoj ndjes që kam bërë shumë mungesa në bisedat tona historike. Kjo vjen për arsyen se kam qenë në udhëtime gjatë këtij muaji, ndër të tjera kam vizituar edhe Azerbajxhanin. Për ata që më ndjekin në Facebook, besoj keni parë edhe fotot që kam sjell nga qendra e Bakut, që është kryeqyteti i Azerbajxhanit, ku ndër të tjera në Mekamin apo në atë sheshin e martirëve apo shehidëve të Azerbajxhanit gjeta shumë shqiptar otoman, kosovar, të tjerë ishin nga Preveza, që kishin vdekur gjatë luftës së ushtrisë së Islamit me Enver Pashën, kur domethënë ministri i luftës Osman Enver Pasha krijoi atë që njihet si ushtria e Islamit dhe marshoi drejt Azerbajxhanit, Bakut, për të marrë nën kontroll fuset e naftës azere dhe duke luftuar me dashnakët armen, bolshevikët dhe britanikët që ishin në kontrollin e Azerbajxhanit. Megjithatë, sot me mikun tim Petro Prodanin, i cili lidhet nga Selaniku i Greqisë, do të bisedojmë një temë tjetër, do të bisedojmë pak a shumë për temën që Petro e ka shumë qef, transformimin e identitetit të popullatave që sot jetojnë atë vend që ne njohim si Shqipëri. Dhe Petroja do mbështetet në librin e Halil Inalçikut, ku ai do të analizojë dokumentet që historiani turk Halil Inalçik ka sjellë për Sanxhakun Arvanid, kur Osmanët erdhën në Ballkan, dhe do të shohim domethënë identitetin e njerëzve që kanë patur në këtë Sanxhakun Arvanid kur erdhën Osmanët, dhe do shohim pak a shumë se çfarë ndodhi, si u transformuan këto identitete derisa do vim ndoshta në shekullin e 20, ku kemi krijimin e një identiteti të ri dhe shqiptar. Petro, mirë se vjen, si po kalon? Mirë, faleminderit Olsi, gëzohem që të shoh, gëzohem që e mirë. Dhe një herë faleminderit për mundësinë që ju më jepni të shpreh mendimin tim nëpërmjet kanalit tuaj. Përshëndes gjithashtu dhe ndjekësit tuaj kudo që ata ndodhen. Po idhem drejt në temë, mua më ka bërë shumë përshtypje libri i Halil Inalçik, botuar në vitin 1954, një nga librat më të hollësishëm rreth historisë së hershme të identitetit shqiptar, si u transformoi gjatë shekujve dhe si arritëm sot në shtetin shqiptar. Domethënë, për mendimin tim, shqipërimi, unë nuk e di nëse është shqipruar ky libër, por shqipërimi i tij do të ishte një hap shumë i mirë drejt zbulimit të historisë së vërtetë të Shqipërisë moderne, me fjalë. Sot nuk e di, nuk jam shumë i bindur në qoftë se një përkthim do të ishte i saktë dhe i paanshëm si përkthimet e vitit 1954, sepse në vitin 1954 historiografia shqiptare, arsimi shqiptar, shkenca shqiptare ishte në ndikimin e Bashkimit Sovjetik dhe në atë kohë ata kishin disa standarde të larta, të cilat zorse do të arrijnë ndonjëherë në kohën që ne jetojmë. Domethënë, manipulimi sot është bërë pjesë e historisë. Dhe unë po kthehem, po shkoj direkt po përpiqem të ndaj librin e Inalçikut. E shikon Olsi? Ja, një minutë, po, u hap, po. Po. Bëhet fjalë për këtë libër. Po. Ky është libri. Më fal, librin e gjeta edhe unë online me titull
Sureti Defter Sanxhaki Arvanit. Kjo është, saktësisht Ja. kjo është zbatuar në vitin 1954. Ai është, E, sakt. po, Aha. këtu përmenden edhe personat që morën mbi emrin Niazi Xhi, si puna tuaj. Ata ishin nga, si thua, dokumentuesit e parë të gjendjes së popullatës në ato vende. Unë nuk e di tani nga kanë qenë të parët tuaj, nuk e di nga kanë qenë të parët tim në atë kohë. Po këtu thotë që Yazidi ishin ata që kishin qenë të krishterë njëherë një kohë dhe ishin bërë otoman. Sepse ata që dërgonte qendra nuk quheshin Yazidi. Kështu që të parët e tu kanë, domethënë ai që ka qenë Yazidi ka ditur disa gjuhë me fjalë. Nuk ishte Normal. kollaj të bëhej Yazidi. Petro, E, një moment, ja, një moment, përpara se po, të vazhdojmë, klikon do të ky butoni plus lart që ta zmadhosh pak tekstin e PDF-s. tekstin unë ja po, Bravo, shumë mirë, bravo. okay, tani E zmallon dot edhe pak apo ë, është shtypën ai? Okay, në rregull. Çfarë ndodhi se hiku tani? Okay, jo, tani jo, është shumë jo. mirë. Tani lexohet shumë mirë. Okay. ë, Tani këtu ka shumë të dhëna, ata që merren me përkthime profesionale, me shpunën e tyre, si do ta përkthejnë, si do ta përshkruajnë në këtë libër shumë interesant. Unë dua të idhem direkt në emrat e personave, timariotëve, Më fal, të regjimit. po shikoj edhe mbi emrin tim. Il Yazıcısı. Te kjo Jo, që ka po na, Yazıcı domethënë. po, so, Aha. unë po idhem në faqen ku shfaqen emrat e personave të regjistruar, është faqja 164, e kam nxjerr këtu me një fjalë. Tu kemi emrat e personave të regjistruar në vitin 1432 me kalendarin e sotëm. Përveç emrit, ne shpeshherë kemi dhe informacione të cilat tregojnë nga e kanë origjinën këta emra. Dhe pak më vonë unë do të tregoj disa arta të krijuara nga një studius rumun, Bogdan Popescu, i cili ka bërë një punë matematikore, shkencore, për përshkrimin dhe sqarimin si ushtrinë këto ndikimet otomane në Sanxhakun e Arnavidit. Këtu kemi, në qoftë se shikojmë, ka shumë emra otoman, ka shumë emra slav, ka pak emra shqiptar. Një moment, a shkon Po, dot pak lart? Shkon pak lart në mes kësaj. Okay, ndalo. Se po lexoj një Dogan Zagarxhi. Nuk e di se çfarë do të thënë termi Zagarxhi, nuk e di turqisht. Okej, shko aty ku do na, shkosh. Dhimo Yazgi. Ku e ke dhimon? Okay, dhimo, po, Dimo Yazxhi. Shkrimtari Dhimo shkrimtari. Okej. Dhimo. Aha. Okej, kemi, oh, një sekond. Dua shikoj një gjë të vogël këtu, kush janë këta. Ka shumë informacion. Shikojmë këtu për shembull Firuz Saruhanlu nga Saruhan. Është një provincë ka plot të ardhur, ka shumë të ardhur në atë kohë, sepse politika e shtrirjes së ndikimit otoman i ngjante pak a shumë politikave që kishin ndjekur bizantinët apo romakët, shpërngulje masive të popullatave, zvendësimin e atyre me popullata të tjera. Domethënë, nëse një grup popullatash ishte problem bërës, ata e merrnin e shpërngulnin në vend tjetër dhe merrnin
problemberësit e tjerë me një fjalë dhe i shpërngulnin në vende tjera. Kështu që nëpërmjet këtij lloj shkëmbimi populatash, ata ulnin tensionet ose revoltat në vende që ata kishin marrë kontroll. Kjo është Më një fal, politikë shumë. Osmanët e kanë ndjekur deri vonë këtë dhe quhet pak a shumë politika e syrgjynosjes, do më thënë i qonin syrgjyn. E, unë do thesha që nuk e kanë bërë vetëm otomanët, kjo është një formë e njohur e E kanë bërë gjithë, shtrijes së ndikimit. po, gjithë Për pushtetet, shembull, do më thënë. ne kemi dhe në kohën moderne, ne kemi Australinë, e cila u krijua nga të burgosurit e Anglisë, me fjalë, i Po. merrte Anglia dhe i dërgonte në apo në Afrikën e Jugut apo në Australi apo dhe në Amerikë, me fjalë. Kështu që është një politikë e njohur, është politikë 2000 vjeçare. Këtu kemi Skënderbeun, djalin e Jovanit. Okej, do më thënë, okej, ky është një fakt shumë i mirë për ata që më lodhin, o Petro, se më shkruajnë shumë veta, burr, unë i them, amon burr, i them se ky Skënderbeu është shpikje e austro-hungarezëve, po jo më thonë ka qenë shqiptar, jo më lodhin, do më thënë në dokumentet osmane që ta marrin vesh edhe ata që e shohin këtë emision, i ati ti e ka patur emri Juvan. Do më thënë Iskanderbeg Juvanoglu, do më thënë Skënderbeu i biri Juvanit. Dhe në këtë kohë kur nuk ishin lindur këto budalliqet e nacionalizmat, e shqiptarizmat, e serbizmat e tjerë, faktën shqiptarët duhet ta kuptojnë që baba i Skënderbeut e ka patur emrin Juvan. Po, mund të vazhdojmë. Po, nuk është vetëm ky dokument, ka dokumenta të tjerë, ka dokumenta akoma më autentik Po, që e vërtetojnë, domethënë shkencërisht emrin e babait të Skënderbeut. Pa larguar nga Skënderbeu, unë këtu kam një libër tjetër që është Kujtimet e Jeniçerit, të shkruar nga një slav serb apo kroat, diçka e tillë, bashkëkohës i Skënderbeut, edhe ky pak a shumë më thotë të njëjtën version. Ky mbase ka parë Skënderbeun ose ndonjë bashkëpunëtor të Skënderbeut në drejt për së drejtë, me fjalë. Edhe ai kështu shkruan që sultani i dha Skënderbeut disa toka që ai i kërkoi, pa patur idenë që Skënderbeu ishte djali i Jovan Kastriotit. Unë nuk e di saktësisht çfarë mbiemër kam patur, me fjalë. Tjetër gjë, mos dalim nga tema këtu. Dua të them që Jovan ka qenë emri i vërtetë i tij atit Skënderbeut. po, se këta Nuk Iliro Pellazgët shqiptare i ja kanë bërë emrin Gjon. Mirë që nuk e kanë ajo dhënë George. ajo është një transferim i Giovanni, nga Giovanni dhe John. Do me thënë, latinët e kanë bërë Giovannin Giovanni dhe shqiptarët pastaj e kanë shkurtuar, e kanë bërë John. Siç duket në këtë dokument, me fjalë, nuk ishte vetëm një Iskënder, kishte edhe Iskënder të tjerë, domethënë emrat Iskënder ishin të përdorur. Ka emra Iskënder të personave që kanë erdhur në në ato zona, me fjalë, në ato vilajete. Ka dhe emra të cilat tregojnë që si në rastin e Skënderbeut ata kanë qenë të krishterë dhe janë kthyer në mysliman. Këta dy Iskanderët, tre Iskanderët që tregon këtu i Nalqiu, njëri është Iskander Silahdar do me thënë armë mbajtësi, Armë mbajtës, po. ndërsa ky Iskanderi tjetër është Jakub Oglu, i djali i Jakubit. Skënderi i djali i Jakubit. Do me Ka thënë kemi mundësi këta Jakub kanë vënë re disa herë që këta Jakub janë të konvertuar. Do me thënë, po, emri Jakub për njerën apo për tjetër në arsye është përdorur nga ishte krishterët po, për tu kthyer në ja. Këtu kemi Ismail Bek Arnavudli. Do me thënë, ky ka qenë një shqiptar i cili është kthyer nuk e di me çfarë emër ka patur në
përpara se të konvertoheshin. Por kemi shumë raste me fjalë të tilla që tregon si janë kthyer masivisht shqiptarët e asaj kohe, klasa drejtuese e asaj Tani, më kohe falë, unë në dua urbanizëm. dua të korrigjoj, domethënë se jo të gjithë kanë qenë shqiptarë, domethënë me rastin e Skënderbeut, nëse familja e tij ka qenë, sikur ne pretendojmë, slave, domethënë i bie që kanë qenë serb që u islamizuan, apo jo? Ë, ë, nëse e marrim emër për emër këtë dokument, një pjesë shumë e madhe e këtyre personave që kishin qenë të krishterë mbajnë emra slav. Por Po. dua po të ndaloj ndarjen e ekranit këtu dhe të filloj të jap një sekondë kam për të e shikon Orsi? Po, shikoj hartët. Po. Okej. Këto janë arta që tregojnë të ardhurat bazuar në këtë regjistrim, të ardhurat që Timariotët paguani në sultani. A u hap Dhe harta, se mua nuk më është hapur akoma? Tu hap nuk të harta aty? shapur, Jo, po, ty aty. Ndoshta duhet të bësh share hartën, se ti ke bërë ë, share folderin. Domethënë, ë, mbyllë këtë folderin edhe shko, domethënë hartën e ke të hapur ti, vetëm po, duhet që të heqësh share-in e folderit, domethënë duhet ikësh këtu te butoni share, ta ndalosh ë, share-in edhe pastaj të bësh share 3 dhe të shkosh te harta që ke hapur. ja një sekond. Okej. Domethënë, mbyllë këtë share-in edhe hap I- hartën. ë, i- Ja një sekond. Tani e shikon? Jo, shikoj folderin tënd. Duhet ta mbyllësh share-in që po bën. Ah, No, jo folderin, jo, duhet shkosh aty ku bëre share, stop sharing. Duhet bërë stop okay, sharing. Po, okay. okay, tani bë share të ri edhe kur të bësh share të ri, kliko te harta që dali harta e madhe. Nuk e ata po bëj, nuk e hap, do t'i jap një si të thuash, një share speciale. Ma kalon mua hartën këtu, ma kalon dot në chat box? Mm, Ja një mm. sekond, ta provoj edhe një herë. Okej, tani e hape. Po. Jo, del folderi, nuk del harta. Unë në ekranin tim dalin hartat. Ja një sekond, nuk e Po, di, në në fakt, ekranin tim dalin hartat. dalin hartat, po nuk dalin të mëdhaja, nuk i shikojnë dot njerëzit. Tani, e shikon hartën e madhe? Ja, Nuk e shikon, ë? duhet të bësh share hartën që është hapur. Se ti Po, ke bërë share nuk e folderin. duhet ka, po, e Më kuptova. fal, ma kalon mua hartën, edhe unë e hap Po, nga këtu ku jam. Ma kalon në chat po, box. okay, ja ta dërgoj unë hartën, atë failin. Një sekond, duhet t'i jap një, Do ma kalosh në WhatsApp apo do kalosh këtu? aty nuk di si ta kaloj këtu, po do ta kaloj në WhatsApp komplet. Okej. E mund të komentosh gjatë kohës që bën. Po, Fal. po, dua të, ja një sekond, mos, nuk më u zhdu kjo e tëra tash, nuk e di ku ta gjej. Ëm, Mi kalo fotot një nga një, mos bë kështu zipe, mos më kalo foldera. Thjesht kape foton edhe më kalo në WhatsApp. okay, ja ta gjej ku e kam tash. Ëm, S'ka që le të themi te Halili Nalçiku, për sa kohë ti kërkon atë. okay, okay, le të kthehemi në folderi i Nalçikut.
Tani e shikon folderin e Elçikut? Po, e shikoj, rregull. Ëm, e, ëm, ë, ë, Në folderin e Elçikut ka disa materiale shumë interesante në lidhje me personat dhe zonat nga të cilat ata kanë erdhur. Këtu kemi toponimet të Arnavidit. Fillojmë, këto janë Armenihor, ka patur dhe armen, kuptohet, ka disa zona të jugut të Shqipërisë që kanë patur armen. Ka hebrejn, ka lloj personash që kanë erdhur në Arnavid, do me thënë që ka shpërngulur perandoria turke, perandoria otomane. Kemi rastin, ka masur rastin e Pavlo Kurtik që i biri, bashkëkohësi i Skënderbeut, nga i krishterë u bë otoman dhe mori emrin Hamza. Nuk e di pse emri Hamza ka qenë i përdorur shumë në ato kohë nga Është i përdorur emri Hamza se në teologjinë islame Hamzai është xha i profetit Muhammed dhe ka qenë luftëtar i famshëm. Domethënë, kur njerëzit vinin emrin Hamza do të nënkuptonte që ishte luftëtar prim, sikur Hamzai. Po, e kuptova. Prandaj e shoh të prapur. Pra, Po, kemi rast një sekond, më bën përshtypje që emrat pak a shumë janë ruajtur pothuajse njësoj, ë? Se shoh për shembull thash pak më sipër Kuçova, dhe emri pas ka qenë që atëherë, shumë interesant. po, ka një pjesë e mirë e emrave ka mbetur, por pjesa dërmuese po ti marrësh Lepe, nga një dhe të pa, shikosh. Lepenica për shembull, Mamri, Po, wow. po, pa, Manastiri, Mandraka, Leshnje, po, Libahov, do më thënë, nuk e quanin Libahov, e quanin Libahov, Laparda, do më thënë ë, Lapardaja, Laparda. po, ja një sekondë ku të vëmë në artën, sepse Inalçi ka bërë një punë shumë të mirë, ka vënë dhe artën, ka vënë dhe një artë, ka krijuar një artë shumë interesante. Një sekondë të ngarkohet. Okay. Ok, Argirika Vilajeti, do më thënë Vilajeti Argirikas, Po, i po, Gjirokastrit. po. E Për, kemi Përmetin Osmanët e kanë quajtur Premeti. Premet. Ë, Kurelash, Vilajeti Klisura, Vilajeti Klisura, ka shumë fshatra që vazhdojnë të mbajnë emrat, por një pjesë e mirë e tyre janë zhdukur. Me fjala ai ka arritur të identifikojë një pjesë të vogël, sepse po ti marrim çfarë janë listuar në regjistrimin e Sanxhakut, ka shumë fshatra që nuk ekziston më, ose toponime, dhe po ti marrim një nga një ato kanë qenë shumë të vogla, do të thënë bëhet fjalë për vend banime me 5 apo me 10 shtëpi, me 3 vjet apo 50 njerëz. Kështu që ato janë zhdukur. Është gjithashtu interesante fakti që tregon cilat zona kanë patur numrin më të madh të dërguarve të qendrës, me një fjalë timariotët, në cila zona të Sanxhakut të Arnavitit ishin vendosur në shumë të ardhur, dhe kohën kur ata janë kthyer nga të krishterë në mysliman,
ë, më dua ta ndaj një sekondë, dua të ndaj një çik këtë ë, Po më bojnë ëm, përshtypje edhe këto po, emrat e këtyre katundeve të Tiranës, ë? po, Shkozën e kanë quajtur Ishkëlidh, Surrelin e kanë quajtur Syriel, Shtëpozën i Shtepaz, Lanën e kanë quajtur Lana, Tufinën e kanë quajtur Dufin, Tujanin Tuzanit, Shëngjergjin e kanë quajtur Shëngjergi, Priskën e kanë quajtur Prisk, Qonomi kanë quajtur Qinamin, Bruzin e kanë quajtur Buruze, Sukthin e kanë quajtur Suket, Drujën Druzha, Drazha, Drujën e kanë quajtur Drazha. Interesant, do më thënë, mënyra se si i kanë prezën e kanë quajtur Prizde. Shumë interesante, Kusin e kanë quajtur Kus, Mynikun e kanë quajtur Minika. Shumë interesante, po do më thënë, Sukthin e kanë quajtur Suket. Shumë interesante, do më thënë, toponomia që është përdorur në ato kohë, do më thënë, edhe Bathoren e kanë quajtur Bazire, për shembull. po. Po, mund të vazhdosh. Ja një sekundë, të dërgova një në Messenger, të dërgova artat. Në Messengerin e Facebookut, ë? Po, është interesante t'i ndajmë ato tani, besoj se Okej. Po, më kanë ardhur. Ja, tani do t'i hap ardhot. Okej, po, tani atëre po e mbyllë këtë sharing që po bën, që të hapun ardhat që më ke nisur. po. Okej, cilën hartë të hap të parën? Mund të hapësh këtë duash, ke një konvertimin e të ardhurve dhe ekonomia, është e para, ma merr mendja, është shumë e qartë, është shumë interesante Okej, për ja treguar, po e hap po, të hartën e konvertimeve. okay. Okej. E shikon hartën? Ëm, Properties po, of convert po, to Islam. po, Do më po, thënë pronat e konvertve në Islam. po. Okej, do më thënë kjo të regon, kush e ka sjellë të hartën? Kjo hartë është e Bogdan Popeskut, një historian rumun, profesor në një universitet të Milanës. Ai kishte bërë përpara një 50 vjetësh një studi mbi shtrydhjen e kontrollit otoman në ato zona. Me fjalë dhe kishte marrë kapitullin e Sanxhakut të Arnavitit. Edhe ka bërë një punë matematikore me fjalë, në qoftë se lexon e studion punimin e tij, ka një këndvështrim të shkencës moderne, e historisë Dhe, kombinuar okej, me fakte. më fal, a mund ta komentosh këtë hartë, çfarë Po, tregon kjo? kjo është shumë e qartë, nuk ka nevojë. Do me thënë, këta me blu, pikat me blu janë nuk kanë qenë vendas, kanë qenë të ardhur me fjalë. Ë, çfarë janë me trekencën e kuq, janë vendasit e konvertuar në në mysliman, me të verdhë janë ata që në ato vite kishin mbetur akoma të krishterë. Pra, pjesa më e madhe çfarë shikojmë me blu kanë qenë të ardhur, do me thënë, nga 335 timariotë që janë të regjistruar aty, vetëm 56 të kishin mbetur të krishterë në vitin 1400
33. Kështu që pavarësisht se populatat mund të kenë qenë, domethënë populatat e thjeshta, fshatarët, zona tretërore, por mund të kenë qenë akoma të kenë mbajtur besimin të krishterët, të themi. Paria ishte kthyer masivisht në mysliman, në myslimanizëm. Këto janë, mund të shikojmë dhe artën tjetër. Okej, Është shumë interesante për mendimin tim. Po. Në cilin vit e ka bërë ky Bogdani këtë? Ky ka bërë përpara një 7 vjetësh, 2019-ën, punimet e para në 2017-ën, 2019-ën është një ripunim. Tash kjo është raporti midis të ardhurave dhe konvertimit. Pak a shumë është e njëjta gjë, domethënë me të verdhë mbeten të krishterët, me blu janë ata mysliman, shumë prej tyre janë të ardhur nga zona tjera të Perandorisë Otomane. Dhe një pjesë, kjo pjesa më të kuqe është ata që janë konvertuar. Edhe në këtë zonë ne shohim konvertimin më të shpejtë nga të krishterë në mysliman. Domethënë bëhet fjalë për një periudhë 5 ose 10 vjeçare, paria ishte kthyer. Një moment, këta konvertët, me sa shohun nga harta i bie kjo zona ndërmjet nga Dibra deri në tokat e Durrësit, domethënë kjo zemra e Gjegris. Po. Domethënë nga Durrësi deri kur shkon, domethënë Kruj deri në malet e Dibrës. Sipas kësaj harte tregohet që këta janë vendas konvertuar në Islam, ndërsa pjesa veriore i bie që janë mysliman, por nuk thotë që janë vendas. Dhe pastaj në pjesën jugore ky i nxjerr gjithë myslimanët si të ardhur, domethënë nuk i nxjerr si vendas. E cilit vit është kjo hartë? Kjo është e bazuar në Inalçik. Është e bazuar në studimin e Inalçikut. Inalçik. Pra i bie që osmanët e kanë mbushur me konvert gjithë Shqipërinë. Po. Nga Veriu deri në jug. Po, nga 355 që kishte Timariot të njohur nga Perandoria Otomane, nga sultani, vetëm 65 ishin të krishterë dhe pjesa dërmuese 80% e të gjithë e kësaj 335 ishin të ardhur në ato vende. Këtu kemi një rast, kemi që kam ndjekur këtë, Dimitër Prespa, i cili shfaqet njëri në zonat e Prespës dhe më vonë ka marrë timare në ato zona me fjalë. Kemi dhe rastin e Petros Agramatikos, Petro e paditur, i palexuar me fjalë. I biri i tij shfaqet përsëri timariot me emrin Hamza. Po të shohim tani, mund të kuptojmë dhe emrat. Kemi emrin Milosh. Milosh është emër slav. Familja Duka në këto zona, Duka domethënë në lindje, ata kanë mbetur akoma në të kohë të krishterë. Ka emër slav Dobrilje, ka emra slav plot me fjalë. Mund të shkosh dhe në arta tjetër me fjalë në arta. Një moment se më duket, domethënë kjo harta çfarë tregon? Kjo tregon pak a shumë atë kjo tregon pak a shumë atë hipotezën që e kanë dhënë edhe historianët bizantin përpara osmanëve, kur flisnin për ekzistencën e fiseve albanoj apo arvanidët, sepse në burimet bizantine dhe katalane këta arbanidët apo albanojt jetonin në zonat nga malësitë e Dibrës nëpër malet e Krujës. Dhe këtu është domethënë ku për herë të parë edhe normanët edhe katalanët kur vinë në Ballkan flasin për ekzistencën e albanojt apo e arvanidesit, të cilët më pas i marrin si mercenar dhe i çojnë në More apo në Peloponez për të shtypur grekët gjatë
pushtimeve latine që i bëhen Bizantit. Pra kjo hartë pak a shumë tregon pak a shumë atë që ne dim nga burimet bizantine, që përqendrimi i këtyre arvanitëve ka qenë në këto malësitë Krujës, Dibrës, dhe harta tregon që këta tani kanë dalë deri në Bregdetin e Durrësit. Dhe nëse shohim kur kalojmë Shkumbinin, kemi shumë pak prezencë të kuqe, që do thot vendas, konvertit të Islam, dhe kemi këta të ardhurit, apo kemi të krishterët, të cilët, sikur ju e thatë, kanë emra slav, Petros, Dimitri, etj. Dhe kemi edhe këta me emra mysliman. Do më thënë, këtu po flasim për Timariotët, me emrat Mehmet Bek, Bayazid, Ilyas, Jakub Hezir. Do më thënë, qarë kjo hartë, unë arrit kuptoj, do më thënë, se i shof emrat janë turq. Saruhan, Firuz, Hizir Bey, Osman Dogan, Ilyas. Do më thënë, i bie që Osmanët, si në pjesët sipër, do më thënë nga Lezhë deri Matan Shkodrës, dhe si për te i Shkumbinit, kanë sjell, ndoshta, do më thënë nëse këto harta janë të vërteta, në shtetura mbi gjetjet e Halidin Alshiut, i bie që kanë sjell kolon otoman, ndoshta turq. A është kjo pak a shumë konkluzioni i duhur? Pak a shumë kjo. Po ky është versioni dhe ky studiuesi Popescu Tani ishte mbajtur shumë. Po. Tani një moment, se kemi këta të krishterët që janë me rrethin e verdh, për shembull këtu sipër afër zonave, ku i bie zona këtu, diku nga Kruja apo nga Dibra, lexojmë për Todor Muzakën. Tani ky Todor Muzaka çfarë ka qenë? Ka qenë vllah apo slav? Apo lexojmë këtu në Vlorë, Mirksha. Domethënë që duket që është emër slav. Edhe pa kemi diku këtu, domethënë afër Myzeqes, Pavlolio. Domethënë ideja është çfarë janë këta krishterët? Dimitri Perespe, Petros Agramatikos. Agramatikos. Çfarë janë këta? Janë vllej, janë bullgar, janë grek, janë tash në qoftën e i mbahemi si të thuash besnik punimeve të Inalçikut, dhe jo vetëm të Inalçikut, të shumë studiuesve të dëgjuar turq, që për mendimin tim janë shumë të saktë se referimet perëndimore me fjalë kur vjen puna për perandorinë otomane. Duhet të kemi parasysh që perandoria bizantine ndiqte pak a shumë të njëjtën politikë siç ndoqi perandoria otomane. Kështu që ne kemi një miks, si të thuash, etnicitetesh, nuk edhe etniciteti si koncept në atë kohë nuk është siç është sot, me fjalë njerëzit flisnin nga 2-3 gjuhë, për shembull martoheshe një nga një anë e Ballkanit, tjetri nga ana tjetër e Ballkanit. Kështu që familjet ishin shumë të përditshme dhe nuk mund të themi 100% çfarë ishin. Domethënë shpesh herë ata do të thëshin që janë mi krishterë dhe pikë mbaroi ortodoks. Ama një minutë, nga emrat për shembull te këta Timariotët, për shembull Omer Saruhanlı, domethënë ky është nga Saruhani, nga Anadolu. Nga Saruhan. Dhe domethënë Umar Seidi, Aydin Oruç. Nuk mund emrat janë totalisht turq. Jakub Hızır. Domethënë, dhe unë nuk e di domethënë se çfarë kanë nënkuptuar Osmanët me këtë, se normalisht kur një musliman konvertohej, për shembull ai mund ta merrte emrin Iskender, por zakonisht e quajnin bin Abdullah, i biri Abdullahit, se kjo ishte ajo, apo në rastin e Skënderbeut bin Juvan, apo Juvanoglu, apo Juvanolli.
i djali i Jovanit. Por duhet me u parë libri i Nalçikut se si kanë patur emrat, por domethënë me një shikim të parë duket që shumë nga këta Timarli janë turq, apo jo? Nga zonat e perandorisë otomane dhe në Inalçik jepen 3 ose 4 kraina, të cilat u përdoren si thua si burim transferimi të popullatave që nga ato zona në Sanxhakun e Arnavizit, dhe kur u vendosën në Sanxhak, nuk u vendosën në të gjitha zonat me të njëjtën intensitet, bile ka ca zona që morën shumë pak të ardhur, kjo vareshe nga gjendja ekonomike, nga zhvillimi i vendit. Për shembull në Përmale nuk vjetën shumë, por në zona që kishte mundësi të krijoheshe një ardhur, sepse në fund të fundit Perandoria Otomane kërkonte të ardhura, kërkonte taksa, të cilat shpeshherë nuk ishin me para, ishin me mall me mall, ishin mall. Ishin çadra për ushtrin, ishin shumë si thua madhra, jo moneda, kështu që ata Të të dalim shpërngullin shkonin të, në të zona ku dalim kishte mundësi të. të dalim tek Saruhani, për shembull, ta Saruhanët në fillimin e perandorisë kanë patur edhe bejlikun e tyre, Saruhan Ogullari apo Saruhan Llarët, e themi në Po, Porçarçën otomane. Ta i bie që kanë qenë nga zonat e pak a shumë Izmitit apo Sakarias në Turqinë e sotme. E shikon, e lexon dot po, Saruhan po, po, Ogullari? Domethënë ky po, Saruhani ka qenë principat po, e Anadollit. Më thënë në kohën që Osmanët u themeluan aty lart, nëse e shikon Osman Ugullari, ku kanë qenë bitë e Osmanit, ku është Bursa e sotme, këta të Saruhanllut, këta kanë qenë diku afër detit Egje, që i bie që Osmanët me një nga hartat që ne pam tani, domethënë i bie që kanë marrë nga rajoni i Saruhanit, ndoshta ndonjë nga bejlerët vendas, edhe e kanë sjellur dhe e kanë bërë Timarli në po. në në Kemi, në në Sanxhaki Arvanit. A do që ta hap të hartën tjetër? po, Ë, para se të largohemi nga kjo, kemi rastin e Selam Salaris. po, Salari ishte një fis nomad turk, të cilët u vendosën në në vilajetin e Kaninës, kryuan dhe një fshat, dhe pas 100 vjetësh me fjalë apo 500 vjetësh, Salam Salaria ishte shqiptarizuar 100% dhe sot është hero me fjalë. Domethënë kjo të thënat e Inalçikut tregojnë kujt ja morën dhe kujt t'u bën ndryshimin me fjalë. Kemi rastin e kisha parë një vanjë që është një fshat që dikush kishte vajtur disa kohë përpara dhe theshte që këtu ka Ilirë dhe këtu ka Pellazgëm, se thash, disa rënoja, ato rënoja ishin luftra që kishin bërë ata të ardhurit nga Suruhan, kishin vrarë, kishin prerë, kishin gjetur vendet dhe ishin bërë bosat aty, me kalimin e kohës ata u zhdukën e për vete me fjalë. Po libri i Nalçikut duhet shifruar me një saktësi matematikore dhe që aty pasaj mund të bëhen komente si cili si pas mendjes tia. Në ajo arta aty më përpara që kishe nxjerr të fundit fare, desha të bënja këto janë vilajetet e Sanxhakut të Arnavitit, këto të vitit 1430 me fjalë, kemi të Krujës, Aksha Hisar, Kështjel e Bardhë, kemi Balshat, kemi Pavlo Kurtik, këta për mendimin tim janë Slavo Vlehër. Më pyete për Tudas, unë kam qenë në Tudas vetëm, në kishën e Tudasit, me në fjalë që është një nga pak kishat para bizantine që kanë mbetur në Shqipëri. Për mendimin për mendimin tim aty kanë një Slavë dhe Vlehë pas tyre. Këta e kam tentuar ta provoj nëpërmjet disa testeve DNA që un kam bërë sepse një pjesë tani familjes time është nga ato zona.
Ky është mendimi tim, por kemi një rast të Ballabanit, është një Ballaban aty, ngjitur me me tuta, Ja, e gjeta Ballabanin, do ta hap në hartë tani po, direkt. po, Ballaban është një emër slav, nuk është një emër otoman, turk. E përdorin dhe otomanët, po Ballaban, Ballabanova është një emër slav dhe kjo tregon që Ballabani ka luftuar me Skënderbeun, Ballaban, Po. ka kanë qenë të krishterë dhe Çfarë do të thënë, çfarë do Ballaban të thënë, çfarë do të thënë fjala Ballaban? nuk e di, është në slavisht, e kam haruar, e kam kërkuar shumë vite të kaluara për kuriozitet, nuk është edhe emër slav, është shumë i përhapur në botën slave, me fjalë. Bek Karaca, edhe kanë të erdhur, kemi Koçajli, kemi shumë nga Koçajli i Jo, Turqisë, ka shumë, Koçali, shumë. në turqisht lexohet Koxhaeli, është rajon. E se shkruajnë Koçali ata, po e lexojnë Koxhaeli. Po, okej, shumë në rregull, po nga ky rajon me fjalë ka shumë të vajtur, Po. shumë të ardhur. Me fjalë nuk e di cila është arsyeja, mbase kanë qenë problematik dhe i larguar sultani. Ë çfarë do thesha tjetër unë, kemi dhe një artë tjetër aty që tregon intensitetin e të ardhurve në ato zona dhe vendavime. Gjithmonë flasim për Timariotët. Është një artë me dy ngjyra, do me thënë, dominon e kuqja dhe bluja. E dërgova dhe Mhm. atë artë. Dgjoj, unë këtë termin Ballaban, Po, po e shoh që thonë është me origjinë, po e përdorin slavët, por është me origjinë turke, edhe do me thënë i thonë Falkonit, apo skifterit, Ballaban. Por ky Ballabani që është këtu në hartë, pas kemi disa Ballaban të kjo harta që më ka dhënë. E para Ballaban Kyçük, që e ke sipër, po, po, ke një Ballaban afër me Teodor Muzakën, dhe ky Ballabani këtu tregohet që është i krishterë. Kemi në fakt disa Ballaban, biles kemi edhe fshatra me emra Ballaban që sot e kësaj po, dite janë po, në zonat e Librazhit e tjera e tjera. Okej, po. te cila hartë do që të dalë tani? Është një artë, Te harta e ndasisë së vilajetit të jo, është Arvanit, një artë, ja ta shikoj, është një artë që tregon locals edhe non-locals me ardhjet po, e timari. po, Okej, po, po, ajo okej, është shumë. aha, okej, e hapa hartën. Po, kjo Kjo është është arta hartë, që tregon, po, ata që janë të vajtur me të kuqe po, dhe me blu ata që janë vendas. Domethënë në vitin 1430, kush ishte i ardhur është me të kuqe, kush ishte vendas është me blu dhe tani kjo më fal, shumë kjo është hartë për timariotët, apo jo? për timariotët. Do më thënë, është e këtij profesor Bogdanit mbi studimin e Inarçik, Halilin Alçik. Okej. po. E ke gjë studimin e këtij Bogdanit diku gati që ta ndajmë për shikuesit? A ke diku Ë, ë, vetëm një faqe, domethënë vetëm sa për referencë, se do na shajnë shumë me këtë video, se unë do të jap çik videos edhe titull provokativ, do them se si turqit e kolonizuan dhe shqiptarizuan Shqipërinë, do më vërsulen, do më Okej, shajnë. Edhe është po. mirë që ta kemi edhe këtë Bogdanin, që t'i themi ja ku e keni Bogdanin, ja ku Po, e keni Halil. mund ta mbyllësh ti atë ndarjen e ekranit që ta hapun? Jo, jo, ti mua ma kalu Ballabanin në Facebook edhe hapun, mos apo e ke në PDF ti Bogdanin. Po, mund ta kem, ja ta shoh këtu, Okej, po unë i mirë, shoh. gje ti Bogdanin, në kohë që unë ndaj me Po, shikuesit këtë hartën, edhe po, nga kjo harta tregon domethënë që shumica e timariotëve që do vinë në Sanxhaki Arvanid janë të huaj, edhe sigur kam hartën tjetër, i bie që shumë ishin turq. Nga ata që do bëhen ë, Sanxhakli, që do bëhen timariot. po, ja një sekondë sepse duhet ta, do ta shoh. Ë, Okej, okay. 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 Ë, Okej, okay.
duhet ta shkarkoj, kam në USB atë. Nuk e gjen dot në Google, vetëm domethënë apo se mban mend titullin Bogdanit. Nuk e mbaj mend dhe E po lere se ajo po është të marr. në faqet profesionale të Si e në ka faqet emrin si e ka emrin ky Bogdani? Se më ta gjejmë. Bogdan Popescu. Bogdan Popescu Sanxhaki Arvanit, si quhet shkrimi? Ë, 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 Besoj se do ta gjesh mua ma ka dërguar në person dhe e kam lexuar në disa faqe profesionale. më Ë, fal, më se ka emrin Radu Popescu? jo, jo, Bogdan Popescu. Po, e gjeta një Bogdan Popescu, okay. Bogdan, okay, Bogdan G. Popescu. Biles këtë Bogdanin e pas kanë cituar edhe autor të tjerë shqiptar. Bogdan G. Popescu quhet. Po, Bogdan G. Popescu, faqja që është pastaj. një shkrim që kam bërë unë me fjala, ky është personi. O, e gjeta, Bogdan, e shikon ti faqen që hapon Po, Bogdanit. po, Okej, që nga në lektor në Universitetin e Oxfordit. Më rregull. Domethënë po. i bie që ata që duan ta gjejnë Bogdan Popeskun mund ta gjejnë edhe faqen e tij edhe të shohin studimet e Po, tija. po, po. Okej, Petro, atëherë dalim te cila hartë do dalim tani? Mbaruam me artat, më merr mendja? Më fal, ta komentojmë edhe pak këtë hartën se kjo Po, mua po, më duk po, interesante. po. Kjo harta e sundim, e se e lam për gjysmë, nuk e komentuan plotën, e këtyre sundimtarëve në kohën kur vinë Osmanët. Domethënë kemi Akça Hisarin apo Krujën, kemi Balshaj, kemi Pavlo Kurti, kemi Çartalos, Kondomiho, kemi Belgrad apo Beratin, kemi Tomorincen, kemi Iskarapar, kemi Klisura, Kanina. Këto janë qytetet që kanë ekzistuar, ë? Argiri Këto Kastri, këto nuk janë qytete, këto janë vilajetet e Sanxhakut të Arvanidit. Sepse u ndryshuan disa herë, domethënë, po se duhet të kemi parasysh që në vitin 1430 akoma ndikimi otoman ose kontrolli otoman ishte fluid, nuk ishte 100% i konsoliduar. Ne kishim revolta të klasës ish të krishterë, bizantinë, të vendasve që ishin njerëz të pasur, bosat e zonës që luftuan disa herë kundër ndikimit otoman ose kundër pushtimit otoman. Nuk mund të themi që është 100% e sigurt, por ne shohim që do me thënë në vitin 1530, 1540, ne kemi kontroll masiv të otomanëve në ato zona dhe një konvertim masiv, jo vetëm të timariove, por dhe të klasës të zakonshme, në fjalën popullore të zakonshme. Ajo që thuhet që në vitin masivisht filloi konvertimi në muslimanizëm në vitet 1700 e ca, edhe është dhe nuk është e vërtetë, sepse po të marrim gjithmonë arkivat otomane, tregon që për mendimin tim 60% e popullatës ishte kthyer në muslimane që në fillim të viteve që u 16. 1700. Po, mos them 70%, do me them pak, duhet të kemi parasysh dhe një diçka tjetër. Popullata shqiptare ishte shumë e vogël. Në vitin 1138, kur italianët bën regjistrimet e para në ato zona, kishte 1 milion banor. Tani po të kthehemi 500 vjet më brapa, sa banor do kishte në Shqipëri, pak o gjatë. Këtë e shikojmë nga taksat ose nga numri nga numri i shtëpive në përfshatra, do të thënë qyteti i madh mund të kishte 4000 shtëpi, po ta bëjmë me 4000 shtëpi. 4000 shtëpi jo, po 3000 shtëpi të themi.
qyteti i madh që mund të ketë patur nën kontrollin toman mund të ketë arritur ndonjëherë në 20.000 banor, me Për fjalë. kë, Mo, mo. për cilin vit e ke fjalën dhe për kë qytet e ke fjalën? Flasim në vitet e 1600, 1600, 1700, në këtë interval Nuk qyteti më ma i madh do shqiptar që mendja, mund të ketë. 1.000 maksimumi, 2.000, se nuk ka qenë ajo lloj, besoj unë, Kemi infrastrukture rastin që, e Voskopojës që arriti 16.000. po, ka arritur në shekullin e 19, Voskopoja, apo jo? Jo, në vitet 1750 Voskopoja Shekulli 18, domethënë, shekullin e 18. po tani, Kështu që do të themi 200 më vjet më. rritja e Voskopojës erdhi si pasojë e kthimit të saj në qendër të karavanëve, se këta u morën ekskluzivitetin e tregtisë, apo jo? Ishte tregtia që ata bonin për Stambollin, që solli pasurimin e Voskopojës, apo jo? Tash të thuash që në Voskopoj kalonin karavanet, në qoftë se shkon dhe viziton Voskopojën, nuk ka ndonjë kalim strategjik në ato vende. Është një, unë them se është një rastësi që për që nuk e shpjegoj dot se ka plot raste të tilla që në majtë të malit krijohet një civilizim dhe Po nuk është i lidhur kush ka qenë, domethënë, arsye ekonomike, se unë di që vllehet për shembull morën nga Valide Sultana, e kam harruar vitin, morën ekskluzivitetin e tregtisë dhe ata u bën pak a shumë, u bën monopolistët e tregtisë të Stambollit po, me Evropën. Dhe domethënë po, ishte arsyeja pse u pasuruan vllehet, sigur u pasuruan edhe fanariotët që morën kontrollin e bankave apo armenët. Ishte një lloj zejtarie apo një lloj tregtie, ishte një lloj burimi ekonomik, domethënë, që i nxiste popullata të caktuara që të kishin përfitime dhe pastaj ta investonin atë. Me rastin po. e Voskopojës, unë këtë di, domethënë, si një nga arsyet kryesore që u pasurua Voskopoja. Se në Voskopojë nuk ishte Aty naftë, domethënë, se që, më fal, kemi Korçën që arrin në fundin e perandorisë osmane 20.000 banor, por Korça u kthye në qendër industriale, sidomos me emigrimin e shumë të krishterëve në Amerikë që u kthyen, që hapën fabrika, punishte etj etj. Apo Shkodra për shembull. Domethënë Shkodra ishte qendër tregtie dhe edhe qendër industriale. Po Voskopoja çfarë bënin ata aty që u bën kaq shumë? po Se domethënë kush i mbante me bukë ata njerëz? kush i Duhet bante me kishin një, bukë? Po. Po kjo nuk do të thotë që rajoni gjeografik të ndikojë drejt për së drejti në zhvillimin e vendit. Ka shumë arsye që në një majtë të një mali ne kemi një civilizim për njëra apo për tjetrën arsye. Është ana ekonomike, dikush i sponsorizon. Po vetë vendi nuk ka ndonjë epërsi strategjike ose kolalek për të kaluar karvani. Nuk ka. Për shembull, unë do të isha për shembull Elbasani ishte qendra më strategjike e Shqipërisë sepse aty bashkoheshe rruga e kalon Natja, bashkoheshe po, rruga nga Lindja në Veri. Për mendimin tim, Elbasani duhet të ishte qendra më e zhvilluar e perandorisë otomane në ato zona. Historikisht, bile mendoj se dhe Alba Bazen, mos dalim nga tema, është e lidhur me që aty ka erdhur dhe Elbasanin. Por, le të mbetemi për një moment në shqiptarët e asaj kohe. Çfarë ishin ata? Sepse thuhet që shqiptarët që nga Arnavit ose Arvanit u shpërngullën në jug dhe përfunduan në disa zona të Peloponezit apo të Atikës. Një nga sponsorizuesit e kësaj lëvizje ishin vetë otomanët. Nga lufta që ata bënin me latinët, me venedikasit e të tjera, deshin banorë për të ripopulluar fshatrat që kishin mbetur bosh, pas ishin larguar latinët, venedikasit e të tjerë. Kështu që edhe politikat e otomanëve ndikuan ndjeshëm në rritjen e numrit të popullatave shqipforse në
arvanat forse të themi në ato zona. Dhe këtu kemi një punim shumë të detajuar të Jorgo Liakopoulos, regjistrimet e para, The Early Ottoman Telefonë. Peloponnes. Po, Okej, e ka bërë para një 5 vjetësh ky Liakopoulos dhe i ka shpjeguar saktësisht si otomanët i troqën të themish arvanitasit në politikat e tyre lehtësuese të taksave e tjera e tjera. Do me thënë, ishte një politikë shumë e komplikuar dhe shumë e lidhur njëra me tjetrën, nga largoheshin dhe ku vinin këta njerëz me një fjalë. Dhe për emrin Arvane, unë mendoj se ne kemi këtë emër që në lashtësi, që 2000 vjet të kaluara, sepse në disa libra historike ne kemi të shkruara ku thuhet që ilirët të mundur nga romakët, disa prej tyre u vendosën në një provincë që quhej Arvanon. Do me thënë, ilirët u vendosën në Arvanon. Arvanon ishte një provincë, do me thënë, bashkohet me atë mendimin tuaj midis Durrësit dhe Dibrës, ose unë do ta vinja midis Durrësit dhe Ohrit, që ishte një zonë pak a shumë në veri të lumit Shkumbi, që quhej Arvon. Arbon. Grekët e quajnë Arbon. Ne këta kemi të shkruar 2000 vjet të kaluara. Do me thënë, ka ekzistuar emri përpara se bizantinët të bëheshin një realitet. Dhe një ndikim tjetër interesant ose një ndryshim interesant që unë bëre, është ndryshimi që kanë arvanitasit me arbëreshët, është një ndryshim goxha i ndjeshëm, goxha i provuar me një fjalë, por them se arbëreshët janë derivat i arvanitazve. Shumë pak shqiptarë, të themi, kanë shkuar direkt në Itali, pjesa dërmuese e tyre ka shkuar pas një qëndrimi 1 shekull apo 2 shekujsh në jug të Greqisë, në Morea. Dhe këtu, në këtë libër, që dhe ky është një punim, Liakopoulos punoi 10 vjet dhe ka shqipëruar, ka do me ka të gjithë qitapin e regjistrimit të parë otoman. Është një punë jashtëzakonisht masive që ka bërë Liakopoulos dhe tregon se si dhe kush ishin shqipfolësit ose arvanit folësit e asaj kohe. Do me thënë, ka një ngjashmëri të madhe me Shqipen. Nuk mund të themi që arvanitasit nuk ishin lidhje me shqiptarët. Është gabim. E hapa librin në PDF, Po, po nuk e kam po, të plot. Edhe çfarë po. thot ky Liakopoulos, ky thot që Osmanët bën ngujime me shqiptar në Pelopones? Po, do me thënë, Liakopoulos nuk bën shumë komente. Liakopoulos ka marrë të venat nga disa burime, kryesisht nga regjistrimet otomane, dhe i ka kthyer ato në gjuhën angleze. Dhe tregon, do me thënë, po ti studiosh me saktësi, nxjerr një përkufizim kush ishin arvanitasit e parë, me një fjalë, dhe këtu ka gjitha tabelat e taksave që ata paguanin, dhe tregon shumë qartë që arvanitasit ishin kryesisht blegtorë dhe shumë nga fshatra ose vendgujime që ata kishin ose u vendosën në vitet 1460, më vonë u zhdukën, nuk ekzistojnë më. Një pjesë e vogël ka mbetur dhe Liakopoulos ka bërë një punë të thjeshtë, do me thënë, i kuptuar, thjesht ka Po nga dëgjoj lexuesi. një moment, se unë e shikoj këtu në libër që ai në tabelën 9, faqen Po, 226, po, jep taksat që paguheshin nga familjet greke dhe shqiptare. po, Por a thot ky që Osmanët i sollën apo i gjetën aty arvanitët? ë, 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 okay.
Se një minut, Otomanët nga, qesin. më falë, është një libër nga John Fine me titull The Late Byzantium, me arroba si është titulli tamam, dhe ai tregon që këta Arbanitas u sollën aty nga katalanët. Katalanët kur erdhën që sulmuan Bizantin, Po, po, zbarkuan nëpërmjet Durrësit edhe morën si mercenar, se historikisht ta albanosët kanë qenë fise egra, sikur janë edhe sot domethënë, që jemi kampionët e drogës edhe hajdutrisë në Evropë, dhe historikisht kanë qenë kështu. Sikur thot edhe Sami Frashëri në Kamus i Alam, që thot turku gjeti te shqiptarin atë personin që ishte i mirë për të vrarë edhe për të prerë. Dhe John Fine në librin The Late Byzantium, më parë të gjitha mom titullin, ai thot që këta arvanitasit e Greqisë, John Fine The Late Medieval Balkans, quhet libri i okay. John Fine. Edhe në këtë libër John Fine i tregon që këta shqiptarët, arvanitët, jo shqiptarët, se shqiptarët janë gjë tjetër, domethënë u sollën nga katalanët dhe nga këta kryshtarët kur erdhën që të sulmojnë Bizantin, dhe i morën si mercenar. Po, Ë, tani, am- po, ky është libri i John Fine, The Late Medieval Balkan. okay. Tani, po, ë, ka disa rrymë, në nuk disa valë të emigrimit të arvanitëve në Greqi. Ne nuk mund të themi sa ta vajtë njëra aty dhe njëre për gjithmonë. Arvanitasit kanë zbritur domethënë shqiptar forcit kanë zbritur në Greqi dhe në vitet 1700, 1750, 1770, në vitet 1800. Ne kemi plot raste që tregon që shqiptarët kanë zbritur aty në kohën moderne. Por një interesant është fakti që otomanët bazuar në Liakopulos, bazuar në regjistrat financiar, tregon që ata paguanin më pak taksa se sa grekët. Dhe fshatrat shqiptare shënoheshin në regjistrimin e vitit 1460, që shënoheshin fshatra shqiptare dhe fshatra grek, bëheshe e ndarë. Po ishte ndarë, si thua, ana etnike. Dhe po t'i futemi, do me thënë, anës taksore, çfarë taksa, çfarë paguanin këta njerëz, duket shumë qartë që shqiptarët kishin qenë, ose arvanitasit më saktë, kishin qenë popullata gjysmë nomade, sepse nuk bënin nuk paguanin taks as në vaj, as në mjalt, as në prodhime frutash dhe mëtejtash, të cilat kërkonin një eksperiencë të gjatë, një teknikë, një lidhje me tokën prej shumë brezash. Kjo ju mungonte arvanitëve. Dhe kjo është shumë e qartë që ata kanë vajtur, janë vendosur në ato vite, domethënë nuk kanë qenë aty për 200 vjet, se përndryshe do të ishin axhustuar në ekonominë e vendit. Nuk do të prodhonin vaj, do të prodhonin mjalt, do të prodhonin verë, të cilën nuk e bënin, nuk ka këtu, nuk tregon këtë lloj aktiviteti të arvanitëve. Dhe një gjë shumë interesante është që ata ishin numër 1 në rritjen e derave. Rrisit më të mëdhenj të derave në ato zona ishin arvanitas. Këta ata e kanë marrë për mendimin tim, këtë lloj blegtorie, ata e kanë marrë në kontakt me slavët, sepse slavët njihen si barin të mirë derash në lashtësi. Këtë diun me fjalë. Dhe ky libër duhet shqipëruar me fjalë, duhet sjellë në vëmendjen e historianëve shqiptar, sepse është një nga më të plotët në këtë zhanr, në këtë linjë, dhe tregon saktësisht emrat mbi emrat e familjeve që nga Peloponezi, si ata janë shpërngulur në jugun e Italisë. Kemi të njëjtat familje, kemi të njëjtat mbiemra, të cilat pak a shumë për arsye ekonomike u larguan nga Morea,
kush për ushtar, kush se ndishte dikush tjetër, u larguan dhe u vendosën në jugën e Italisë masivisht, me një fjalë. Nuk them se nuk ka vajtur më përpara aty, por masivisht janë shpërngulur pas një qëndrimi një shekull apo 2 shekujsh në Greqi. Janë shumë interesante, unë kam bërë shumë shënime në këtë libër, sepse tregon dhe diçka tjetër që historianët modernë nuk bënin dot dallimin midis vletrave dhe shqiptarëve. I ngatronin. Po i ngatronin nga që edhe kanë jetuar me njëri tjetrin, ndërsa ky John Fine që ta përmenda më herët, Po, thotë që kemi migrime masive të shqiptarëve, ja ta hap librin e tij, po, po, drejt do të thënë drejt nga malet e Shqipërisë, do të thënë drejt Greqisë, në gjatë shekullit 14, pra bëhet fjalë para ardhjes së Osmanëve. Dhe po, kemi edhe detaje se si katalanët më pas i marrin dhe i rekrutojnë në mas këta arvanitët që të luftonin kundër popullatave greke. Është, domethënë, shekulli 14 ka qenë pak a shumë ajo një periudhë asaj që unë mund ta quaj atë që atë që gjermanët mund ta quajnë Volkswandering, apo koha e endjes së këtyre grupeve etnike. Dhe tani në këtë kohë që kemi rënien e perandorisë bizantine, kemi lëvizjet masive të shqiptarëve drejt Bizantit. Për shembull, këtu kemi se si kemi lëvizjet masive nga ky Manueli, kujt ishte ky, gjatë pushtimit latin të Peloponezit, katalanët, domethënë Manueli, një nga këta princat e katalanëve, është që to obtain further recruits he seemed to have encouraged more Albanians to migrate. Domethënë kemi katalanët që vinë në sulmet e tyre që bëjnë kundër Bizantit, që rekrutojnë në mënyrë masive dhe kolonizojnë në mënyrë masive këto pjesët e Mores dhe Peloponezit, dhe pastaj kur vinë Osmanët, shumë nga këta, nga që u bën rebel dhe i rezistuan pushtimit Osman, më pas Osmanët i vrasin dhe shumë prej tyre largohen për në Kalabri dhe jugun e Italisë. Megjithatë, Petro, mendoj se u bëm, po kalojmë një orën, unë do doja që ti po të mundje ta konkludonim. Unë thjesht duhet të them këtë gjë, se i kemi konfuzuar shikuesit tanë me gjithë këto harta gjëra. Çfarë kuptojmë pak a shumë nga studimi Halili Nalshikut dhe nga harta që ju na prezantuat nga historiani Popescu. Nga është ky historiani me origjinë? me origjinë nga Romania. Ja, Është historiani. otomanist i mirë, është otomanist serioz. Si kishte emrin e plot ky Popescu? Bogdan. Bogdan, nga Bogdan Popescu ne kuptojmë që në kohën kur Osmanët vinë në Ballkan dhe themelojnë atë që njihen si Sanxhak e Arvanit, çfarë kuptojmë nga burimet osmane është që shumica e timariotëve nuk janë shqiptarë. Arvanit, sorry, se termi shqiptar është diçka tjetër. Po. Se këtë po bisedoja me njërin, se është njëri që më shkruan në Facebook edhe më lodh, edhe po i thoja, po mundoja që ti tregoja që shqiptari është një krijim që ndodh me Osmanët pas kolonizimit dhe islamizimit që ata i bëjnë Ballkanit, ku do kemi shkrirjen e këtyre popullatave turke, vllahu bulgaro, serbo, greke, me këta arvanidët që apo arnautët që jetojnë në këto malet nga Dibra deri në fushën e Durrësit, dhe elementi shqiptar
do të formsohet për mendimin, domethënë fillimisht për mendimin tim kemi një islamizim dhe më mbrapa në shekullin 19, kur kemi edhe krimin e këtyre pashallëqeve, ku këta arnautët e islamizuar janë në kontroll, për shembull rasti i pashallëkut Ali Pashait e tjerë, kemi identifikim të arnautit me islamin, dhe më pas në shekullin e 19, në fundin e shekullit 19, fillim 20, kur është epoka e krijimit të kombeve, do kemi këto elementet e muslimanizuar që do të shqiptarizohen. Dhe do të krijohet ky identiteti modern shqiptar, të cilin do ta përqafojnë pastaj si pasojë e dhunës së shtetit kombëtar edhe grupet e tjera etnike. Dhe domethënë konkluzioni im është që në kohën kur Osmanët themeluan Sanxhaki Arvanit, çfarë na tregon harta që ju na treguat është që shumica e timariotëve duket që janë turq, apo jo? Po. Po, Dhe të ardhur domethënë nga zonat e Perandorisë Otomane, jo nga zonat e Ballkanit. Domethënë nga pra, zonat pra, e thellat të pra kemi Perandorisë Otomane. timariot të krishterë që kanë emra slav, kemi timariot turq apo të ardhur nga zonat e tjera të Perandorisë Osmane, dhe këta arnautët janë vetëm në këto malësitë e Dibrës dhe Krujës. A jam i saktë me këtë që po them? Po. Dhe më pas besoj që do jetë temë një bisede tjetër, inshallah e bëjmë, se kam qenë shumë i zënë me provime me studentët e me konferenca me gjëra, po inshallah unë them që në bisedën e ardhshme të bëjmë pak të flasim pak për krimin e shtetit shqiptar, se si lufta e parë botërore do të çojë në rënien e perandorisë ruse, gjermane, otomane dhe pastaj u krijuan gjithë këto kombështetet e vogla, sikur Latvia, Estonia, Lituania, Ukraina në një farë mënyre, dhe se si luftrat që në këto momente po bëhen janë pak a shumë nën produkt i luftës së parë botërore, pak a shumë. Dhe unë do kisha qef inshallah në bisedën e radhës të bisedojmë për eksperimentin shqiptar që fuqitë e mëdha krijuan. Po. A do të shtosh diçka? Po, unë të dërgova një link, nuk është nevoja ta diskutojmë, është një nga linket që unë e vlerësoj më shumë, është nga Muzeu Metropolitan i New Yorkut. Aty tregohet historia e zbritjes së shqiptarëve ose të shqipforësve nga zona ku ata kishin si thua prezencën masive. Po. Dhe si ata, ja këtu e kemi. Albanians, 1300 Albanian originally in the Northwest Bank migrate to Byzantium. Po, atë që thot John Fine, domethënë, që kemi zbritjen e arnautëve apo albanosëve. Kush është termi që kanë përdorur grekët në këtë kohë? Albanos? Jo, Arnaut shfaqet në regjistrim. Arvanides, pra kemi lëvizjen e arvanitëve. Është pak a shumë kjo, pra koha e rënies së perandorisë bizantine, kur do kemi lëvizjen e arvanitëve drejt Epirit, i bie jugu Shqipërisë sot, pak a shumë, edhe pjesa e Greqisë, edhe Thesalis deri në More, pra. Domethënë do kemi këtë Volkswanderingun, që do përdorin termin gjerman. Ashtu sikur që bie kemi slavët që vinë në shekullin e 7 nga Evrazia, nga hapësirat e maleve Karpatën, që të jam gabim, Ukraina e tjerë, që dalin në Ballkan, do kemi edhe këtë vërshimin e shqiptarëve drejt Epirit dhe Thesalis, sikur kemi edhe sot vërshimin e shqiptarëve nga malet e Dibrës edhe të Tropojës drejt Londrës. Domethënë, kjo është historia e njerëzimit. Njerëzit lëvizin, vërshojnë, po kuptohet që për budallëjt i liro pellav shqiptarë mëdhenj, që besojnë pralla me mbret, ata thonë jo, kemi qenë edhe këtu historikisht e tjerë.
puna është që njerëzit në histori, domethënë popujt lëvizin, nuk ka asnjë popull statik, ka gjithmonë historira luftrash, pushtimesh, njerëzit lëvizin, shkojnë lart e poshtë dhe domethënë përveç këtij vërshimit të arvanitëve drejt Greqisë, për mendimin tim pastaj pushtimi turk apo osman do të jetë një fazë tjetër që sikur thot Sami Frashëvi, e thot vetë, domethënë që do të mundsoj përhapjen e arnautëve apo arvanitëve jo vetëm drejt Greqisë, por edhe drejt Kosovës. Domethënë ne shqiptarët i urrejmë serbët, por disa gjëra që ata i thonë janë sakta, dhe gjëja më e saktë është që po mos ishte pushtimi turk, ndoshta kjo raca e arvanitëve do ishte zhdukur apo asimiluar totalisht. Po, Apo jo? shumë e saktë, para se të largohem, kjo duket qartë që shqiptarët e hershëm ose arbanit kanë jetuar në zona, si thua, në bashkëzona me slavët, është emërtimi që ata ju bëjnë në fshatrave. Do me thënë, kur u vendosën në jug të Greqisë, në Morea, ata i emërtuan fshatrat e tyre me emra të cilat i kishin marrë nga zona që janë kryesisht në jug të 100% slave. Do me thënë, në qoftë se ata jetonin në një fshat, për shembull Goric, në zonat e Korçës, të themi, atë kur u vendosën në Greqi, mbanin përsëri emrin slav. Dhe po t'i marrim një për një këto toponimet që kanë regjistrimet otomane, do të shikojmë që emrat që kanë kuptim në gjuhën shqipe janë shumë të paktë, por ka shumë emra që kanë kuptim në slavisht dhe në greqisht. Këtu dua ta mbyll dhe unë këtë temë, dhe një ditë ose në një moment unë dua të përmend rolin e madh që ka luajtur Ali Pasha dhe Pelena për krijimin e identitetit të plotë shqiptar në zonat e jugut të Shqipërisë dhe në ato zona sot që ndahen midis Shqipërisë dhe Greqisë. Dhe kjo është një këngë që grekët ja kanë dedikuar Ali Pashait. E dëgjon? Jo, nuk e dëgjoj. Dëgjoj, ma ço pak linkun që ta hap këtu në. Ma jo, nuk dëgjoj, do të më çosh linkun. Ose bëhe share, bën dot share YouTube-in këtu? Share. Ose ma ço mua linkun në Facebook e ta hapun, se shumë interesante dhe ti komentoj këngën. Ja ta gjej unë në eta. Edhe çfarë thonë kënga pak a shumë, kush është kuptimi i këngës? Tregon një këngë dashurie që Pasha, më dëgjon? Po, të dëgjoj, fol. Më dëgjon? Po, është një këngë dashurie që Ali Pashaj u mërzit shumë ose u dëshpërua kur vrau Kira Frosini, atë zonjën Frosini. Kirja Frosini. Po çfarë përmend gjë shqiptarët aty apo jo? Jo, tregon se grekët e respektonin pothuajse më shumë se shqiptarët, Ali Pasha. E quanin edhe Tiranos, e quanin edhe babain e Filikie të Rias. Po. Ja ta dërgoj. Ma dërgoj, që ta hap. Të dërgove? Ja ta dërgova. Okej. Ta hapim, ta dëgjojnë shikuesit. Dhe ti po munde na e përkthe pak në Iliro Pellazve në gjuhën tonë shqiptare. Po, Mitrofanos, no? Po.
Kënga është O Ali Pasha, ha? Μες στο Po, κατρίμι τρέχει ο αράμπας με καρδιά συντρίμη κλαίει ένας πασάς, κλαίει για τη φροσύνη ο Αλιπασάς. Κλαίει ο Πασάς, κλαίει ο Μαχαλάς, την κύρα Φροσύνη Olsi, nuk e përkthej mirë. Falje. Αραβάς, όλη η Ρωμιοσύνη κι όλος ο Κονιάς. Η παραφροσύνη έκανε σπάσα, έπνιξε στη λίμνη τον τρελό Σεβδά. Τώρα τι θα μείνει μέσα στον οδά. Κλαίει ο Πασάς, κλαίει ο Μαχαλάς, η κύρα Φροσύνη κλαίει κι ο Αραβάς. Atëherë kush është kuftimi i madh i Mitrofanos? E ka me çfarë është YouTube, çfarë është asnjë lloj parafrimi me. Ai thotë që e gjithë bota qan humbjen e Frosinit, Frosinit. domethënë karroca kalon nëpër kaldrem, nëpër rrugët me kaldrem, edhe qan një pasha me zemër të coptuar për humbjen e Frosinit. Çarbere pasha i thotë humbe, mbyte në liçen një dashuri të çmendur, një dashuri kaq të madhe. Është një këngë dashurie, po të shkoj kushdo që mund të shkojë në Janinë e shikon që grekët e kanë shumë të Po respektuar. pse, Dhe më për fal, mendimin tim, pse e mbyti Frosinën ky? Frosina ishte ë, martuar me një grek apo jo? ishte në një plasje me gruan e të birit, Muhtar, Muhtarit, Muhtar. Muhtarit. Kë dashuronin të dy të njëjtën femër Frosinën. dhe po Frosinën edhe gruaja e të birit vete i ankohet dhe ajo i thotë shiko, unë nuk e di kush është, i thotë me saktësi, po më kanë thënë që është kjo dhe Ali pastaj dha urdhër që të merreshin 17 femrat më po vajzat më të janë dhe të kishin në Edhe liçen. i mbyti në liçen. I mbyti në Po tani, 17. tani kjo Frosina ka qenë e martuar diun, ka patur burr. Frosini kishte burë, ishte një Mm. tregtar i pasur dhe Ali Pashaj ajo e dinte që por e mbante kështu si karakes, si karti që Ali Pashaj ta linte të bënte biznes të madh. Edhe me këtë qëllim të tërë palët e dinin çfarë bëheshin me fjalë. Po ka disa variante, unë dua të ndalem thjesht në ana romantike e këngës, sepse Ali Pashaj transformovi ato zona në zona me kulturë të lartë dhe kjo duket shumë bukur nga artizanët e Floririt që nga zonat e Shqipërisë së Veriut, nga Shkodra kryesisht dhe nga jugu i slavëve me fjalë, dhe po të shikosh muzeumet e Janinës, të shikosh punimet e argjendit, janë të mrekullueshme, domethënë janë mund të konkurrojnë me stilin otoman, me fjalë ose me artin e lartë otoman të punimit të metalit. Dhe duke mbyllur në them që Ali Pashaj është figura më e madhe që kanë nxjerrë ndonjëherë shqiptarët, sepse ai e vuri me një perandori dhe jo si punë e Enverit që e vuri me shqiptarët. I ndodhi shqiptarët në brenda dhe unë do t'ju raj, do t'ju pitaholle. Sa të dua. Inshallah. Kurse Ali Pashaj
Bisedën e radhës do bisedojmë për Ali Pashajn dhe atë që i bëri Enver Hoxha dhe këto republikat e të çmendura shqiptare. Po, flasim E mbyllim Petro? Okej, miq, E mbyllim. ju falenderoj shumë, besoj të keni mësuar shumë gjëra. Na shani sa më shumë, nga që prandaj u duam që t'ju provokojmë dhe të kuptoni gjëra që nuk ua tregojnë historianët e komunizmit, sikur Plum Xhufi apo Kristof Rashëri apo këta kalamajt si Marin Mema me kompani. Unë me Petron mundohemi që të tregojmë historinë ashtu sikur ka qenë. Ju falenderoj të gjithëve. Ditën e mirë, mirupafshim. Mirupafshim.